Policia e shtetit ka finalizuar 2 faza të tjera të operacionit të goduar Network, i fokusuar në goditjen e veprimtarive të shfrytëzimit për prostitucion në zona të ndryshme të kryeqytetit. Operacioni është trirë në disa apartamente të marra me qira ditore, të dyshuara si ambiente të përdorura për ushtrimin e kësaj veprimtarie të kundërligjshme. Në kuadër të kontrolleve në rrugën Yazidemi është arrestuar një çift shtetasis ukrainas, të cilët dyshohen se kanë shfrytëzuar për prostitucion një 23 vjeçare ukrainase. Kjo e fundit është ndaluar gjithashtu nga policia dhe po hetohet për veprën penale të prostitucionit. Në një fazë tjetër të operacionit, uniformat blu kanë arrestuar edhe 4 shtetase me shtetësi kineze, të cilat dyshohet se ushtronin prostitucion në 2 apartamente të ndryshme, një në zonën e Vasil Shantos dhe një tjetër në rrugën Vajngjush Furxhi. Hetimet kanë përfshirë gjithashtu edhe disa persona të tjerë të dyshuar si të përfshirë në rrjet, mes tyre pronar të 3 apartamenteve të dhëna me qira ditore, si dhe 2 shtetas që dyshohet se kanë përfituar nga kjo veprimtari e palishme. Në total 5 persona janë vënë në hetim në gjendje të lirë. Sipas policisë, apartamentet e përdorura ishin marrë me qira afat shkurtër dhe dyshohet se shërbenin si ambiente të përshtatura për aktivitetet palishme, duke shmangur identifikimin e lehtë nga autoritetet. Materialet proceduriale janë referuar prokurorisë së Tiranës për vijimin e veprimeve ligjore, ndërsa hetimet vijojnë për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet.